Veprimtari Halil Geci kritikon ashpër LDK-n për mashtrim politik ndaj qytetarëve. Ai thekson se gjatë fushatave partijake premtonte kur koalicione me PDK-n, por pas zgjedhjeve gjithmonë bashkohet me të. Geci e quajtur këtë hipokrizi politike tradhtim ndaj votuesve dhe shpreh shqetësimin për bashkimin e opozitës me listën serbe dhe mbështetjen e Tiranës. Ai paralajmëron se zgjedhjet e 28 dhjetorit do të jenë një votë ndëshkuese për tradhtim dhe mashtrimin e opozitës. Në vijim postimi i tij plot, çfarë ndodhi me LDK-n djathtiste që premtonte kur koalicione me PDK-n në majtiste. Gjatë fushatave thoshin kur me PDK-n, pas zgjedhjeve i gjejmë gjithmonë bashk. Premtimi u shndërrua në Binjeshtër, vota e qytetarëve u shndërrua në Pazar. Në fushat, çarje akuza për vrasje kur koalicion me PDK-n, pas zgjedhjeve marrëveshje pazare pushteti përbashkët. Kjo nuk është rastësi. Kjo është traditë mashtrimi politike ndaj rrugofizmit e ndaj atyre që u besuan votën. Ata që dikur i quanin krerë të PDK-s kriminal dhe hajna, sot i mbajnë afër, i mbrojnë dhe i quajnë partner. Kësaj i thon hipokrizi politike në formë të pastër, djathtistët e LDK-s jo vetëm që nuk i mbajnë premtimet, kur thonin se nëse bëhet koalicion me PDK-n, nuk do të ishim pjesë e atij koalicioni, por për pushtet nuk njohin as nënën e vet. Dallimi është i qartë, koha për zgjedhje është tani dhe se së shpejti do të shihet kush me kë është. Edhe në zgjedhjet lokale u tha se e njëjta gjë, por në prapaviju vepruan ndryshe. Sot i shohim sërish bashk, opozita dhe lista serbe, zë i bashkuar sikur më parë, të gjithë kundër ndryshimit. Sa më shumë që ky blok i vjetër bashkohet për ta rrëzuar Albin Kurtin, aq më shumë popull i bashkohet rreth tij për t'ia dhënë votën. Me sa duket kësaj here kjo do të jetë një goditje fatale. Qytetarët e kanë kuptuar se kush është opozita, për 20 vjet e kanë mbajtur këtë popull me arrena dhe mashtrime. Kaq mjafton. Ajo që po ndodh sot nuk është thjesht një fushat, është një vendim historik mes të shkuarës dhe së ardhmes, mes pazareve dhe tinitetit, mes mashtrimit e ndryshimeve. Sa më e bashkuar të jetë opozita me listën e Beogradit dhe me mbështetjen e Tiranës, aq më e fortë do të dëshkohet me votën e qytetarëve të lodhurit të raskapitur nga pabesitë e tyre. Padyshim, ekziston një rrezik real që opozita e sotme të ndëshkohet të rënd dhe madje të fshihet nga skena politike përmes votës. Populli nuk i harron dëmet që ja ka shkaktuar opozita këtij vendi përmes mashtrimeve të këqija, prandaj ndëshkimi do të jetë i rënd dhe i merituar. Vetëm 15 ditë pritni dhe gjithçka do të dëshmohet përmes votës së qytetarëve. Zëri i qytetarëve këtë herë nuk do të jetë i vetëm dhe vetëm fjalë jo. Zgjedhjet e 28 dhjetorit do të jenë një votë ndëshkuese për ta.